Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio, duke ju uruar mbarësi dhe mirësi në shpirt. E ftuara ime është një personalitet artistik shumë planësh. Sepse e tillë është Rozafa Shpuza. Natyrisht në ndjesitë e shpirtit të saj artistik, her pas here bulojnë dhe nxjerrin krye anë të ndryshme të këtij personaliteti. Por fjala është e para, ashtu siç thuhet në librat e shenjtë. E pikërisht fjala zëvend dhe ka një tingëllim tepër të veçantë, duke u ulur kryq në shpirt e më pas duke u ngritur dal nga dal për të marrë udhët e shumta të jetës. Nuk ka si tjetë ndryshe. Kur lexon poezitë e saj, të cilat natyrisht përmbledhin shumë çka, por lakojnë aq bukur një mendim, një ndjesi, e më pas të futen në deja duke u bërë të tuat, në të gjithë imazhin e asaj çfarë ajo përshkruan. Profesoresh Diana Jup Kastrati e ka cilësuar poezinë e Rozafa Shpuzës pjesë e letërsisë qytetare, që zëfill në pjesën e parë të shekullit të kaluar me krijimtarinë e mrekullueshme të Migjenit, e Koliqit, e zinxhirit të kputur të kësaj letërsie, i bashkohet filli i poezisë së Rozafa Shpuzës, tashmë një poete dhe personalitet i mirënjohur artistik. Së fundmi, Rozafa i dhuron letërsisë son librin e saj më të ri, Nana i qeniste kryqdimnat. Rozaf, përgëzime, faleminderit në studion tonë. Faleminderit shumë për ftesën. Merit, unë e admiroj punën edhe zellin tam për me i bë jehon gjithmonë gjanave të bukura të qytetit. Edhe unë jam gjithmonë nihem si në shtëpinë teme këtu në studion tuaj, se e ni se ka dashamirësi edhe ka Po, Rozafa. Ka jehon poezia jeme. Po kja është kënaqësi. Unë kam qejf shumë me fol edhe gegnisht, po e di, në esurin time jam mësu me gjuhën standarde. Dhe të tjetërsohem her pas here s'më duket e natyrshme. Kur e njej, flas gegnisht. E di, edhe kur i reciton poezitë e mia, i reciton gegnisht bukur shumë. Kështu që unë jam shumë e kënaqur me zanin. Në fakt, Nana i qeniste kryqdimnat vjen mas librave tujt më pashëm. I katërti është. I katërti. Ani pse, Grishlat. Edhe Kohi Konash është i pari. Ai është prozë poetike i pari. Bra, ndaj dimensionet e fjalës së Rozafa Shpuzës e plotësojnë më së miri emrin e shkrimtares mirënjohur, sepse edhe në prozë dhe në poezi. Ndërkohë që ky libër të feks që në fillim, jo thjesht me kopertinën, e natyrisht ajo është në shërbim të idesë, por edhe një vargu që në fakt është vargu i njërës prej poezive me çtjerë, ashtu e menova me uçtjer. Është thjesht një varg i kësaj poezie. Keni menduar se është një ide përfaqësuese e librit, apo është thjesht një ndjesi që bulon dhe shpërndan shumë çka për të dhënë imazhe, ide, gjëra interesante. Ton libri është metaforë, është ndërtuar në bazë të metaforave që i sjellin është si produkt i kujtimeve të mia. Unë kam thënë gjithmonë se Shkodra edhe shtëpia e vjetër e prindve është ai vendi që më jep energji të papame. Si thosh, janë rrajt e mia. Edhe unë sa herë kthehem në Shkodër, kujtimet përcillen, e kujtohen,
mu më grishin edhe mbajnë me shkru. Edhe në qoftë se e ke bure ky libër ka shkoder shumë. Ka shumë kujtime, edhe se cili prej nesh mundet me gjetë vedin, se na kena kalu një fmini që se cili paka shumë ka ato kujtime, janë ato rrugica, ato lojna, ato kujtime me gjyshen, me oborrin, me votren, i kena pothuaj të tanë njësoj. Edhe ideja titullit, Nana i qëndiste kryqëdimnat, mu më ka ardhë si një kujtim i largët, e majnë me nanën teme që i shkepte, i të shtirte gjupat e vjetër, edhe që niste, kanë paken në thes që niste me punë kryq shendileta. E unë e majnë me në kjo punë u bate diminit ma shumë se dimini i kishte në të matë gjata, të ullë me naj, unë e majnë me në gjithmonë me ata ngjyrat, që mu më perceptohen të ashtë si ngjyra ylberit. Ajo qëndiste pa fund, edhe imazhi atyne e kryqave që kryonin figura, ashtë tanë si thush habzimi, rrugtimi i jetës teme, edhe mu më duket si kur eci në për ato qënisinat në anës teme, edhe ai lamshi që të shtiret prej dikun, edhe prap nërtohet diçka tjetër ma atë lamsh, mu më ka ba me menu se ndoshta kret libri është përcjellja e kësaj idejet. Do me thanë, na marrim dikun, vejmë dikun tjetër, është një lamsh me ngjyrat ndryshme që është krejt metafora e rrugtimit tonë jetë. Po është një marrëdhënie jashtëzakonshme që nuk mund të zhbëhet asesi. Përkundrazi, është një rrugë që vjen dhe shkon, e vjen e shkon përsëri. Unë dëshiroj ta lexoj këtë, sepse me qenë se libri ka poezi shumë të bukura, unë do desha të lexoja shumë, por me qenë se unë dalëm të kjo poezi, kam qef. Apo dëshiron ta lexoj? Jo, unë e kam zani jetë më emocionon kështu që... Nana i qeniste kryqëdimnat. Mi një thes andrash që ta shfrymon tërthor prakut. Atje në qytetin me të zgjahe shinash. Lamshat me fijet këputuna prej gjupash vjetër, nana i të shtirte si pas kodësh ylberore. Sillen si verl e më kthejnë rishtas të prologu. Djej se fijet më kryqëzojnë ndër direk më katësh, e unë shndrohem një lamsh që sillet si verl ndër udhkryqe të çorodituna. Rrugë të rreken, me ma zhubros frëmimin, e unë qtirem, e provë të shtirem, me shpres se fili ka me mej deri tek shtroja me dimna që nisën kryq. Çfarë marrëdhënie! Sa ngrohtë, sa dialoguese, por edhe gjithë përfshirëse, se cili mund ta gjejë një rrugtim në këtë fill që qëndis, jo vetëm një shtroje. Se është edhe ideja se shumë nga brezi jonë janë largu me rit. Edhe unë kam idenë e ky fill gjithmonë i tërheq për të shtëpia e prindve. Është një fill që nuk kputet kur, sa do lërk me kënd, sa do më ndërtu një jetë tjetër, një shoqëni tjetër, një vend tjetër, përsëri se cili prej nesh e kena atë kthimin në shtëpinë tjetër si gjanë më të shenjtë. Kam vënë re se duke lexuar poezitë tuaja Rozaf, më vjen se po merr pjesë në një skenë reale. Ndjen se po merr pjesë në një zhvillim të një filmi ku nuk je spektatore. Hyn aty brenda dhe të duket se diçka e lë, diçka e merr, diçka e ruan. Nuk e di si ngjet me ty kur e shkruan pikërisht këtë skenë reale të jetës. Unë qysh në fillim i kam pas të përbashkëta fotografinë dhe poezinë. E ndoshta fakti që poezia jeme ka shumë fotografi edhe anasjelltas, ban që këto që sa po that ju me kanë të shprehuna në poezi. Do me thonë, poezia jeme merret me një gjatë vogël ndoshta, kret me një hardhit krasitun. Po hardhia e krasitun ban që
kretë njësit tona, kretë perceptimet tona për një kohë caktume, më kthy se nuk është e thënë me folë për gjanat mëdhaja dhe më përfshim asivitet. Poezia është shumë e brisht, për poezia a gjendje. Është një vatër në shpirt. A gjendje, nuk bile, unë ka i herë thamë që as nuk ka nevoj me folë për te. Se cili mundet me e perceptu ndryshe. Ashtu, është ndjesive që... Unë e perceptoj ndrysh, një tjetër ndrysh. Qëllimi jem është me shpreja gjendjen teme personale, po gjithqysh e lexuesi kam qef që me marr pjesë te kjo gjendje edhe me e perceptu si mas njësive të veta. Në fakt, duke lexuar këtë libër me poezi, unë të t'i quaja të mrekullueshme, se të japin pamje reale të jetës, pamje reale të shpirtit në radhë të parë, sepse aty është fjala tek që kur ulet këm kryq tek vetja dhe të nxit, të bën të reflektosh, të bën të ndjehesh një ose një tjetër. E shoh që janë disa do të thosha disa pamje të jetës, por që lidhen krejt natyrshëm dhe vinë në një të tanë. Janë, nuk po i quaj kapitoj, ja. Si pjesëza. Pjesëza e parë kthim në shtëpinë e vjetër. Pastaj vjen kode dashnish naive, diku tek pret një stacion dhe ndjesit dhe ejtesh. Çfarë rrugtimi, që nis aty afër brenda vetes kur mosha nuk njeh cak fillimi, nuk e di se kur fillon, ajo që e ndjen veten, më pas në ndjesit e një personaliteti në formim siç është një vajzë e re, më pas në rrugë. E shkuar... Kjo është, si thush, merit e redaktores librit. Redaktoria librit është Ilire Zajmi, një emër i mirënjohur në Kosovë. Se ndoshta është rasti, më thanë, ky libër është botu nga shtëpia botuese Armagedonin në Prishtinë, është redaktu nga Ilire Zajmi, poete, dhe kopertina është nga Florent Buca, që i ka ato kryqet, ato gjanat që unë duhet dhe atë fillin. Do më thanë, kret libri është banej, edhe unë i falenderoj tanë miqtë e mi se ishim një skuadër shumë e fort, e shumë e mirë, dhe unë nihem e sigurt me këtë libër. Sa është i 4 në rallë, edhe unë kam thanë edhe ma partë e studioja jote, që unë kam qef më ardhë në ngritje. Se kjo a qëllimi e ke. Edhe ndamja nër këto 4 pjesëza, është ide e saj. Unë ja kam dhanë grumull poezit. Ajo, se gjithmonë është një mena e ftoftë gjykon ma mirë të poezit. Se unë, edhe një, ndoshta pa vlerë, unë kam njësin të, nuk mundem me e hek. I kam. Atëherë, ajo ka gjetë shumë kthimin shtëpinë e vjetër, se unë thash qysh në fillim, kthimin shtëpinë e prindve mu mban me kriju, me gric ato emocionet e mia. Mandaj është dikotek më pret një stacion se unë shumë poezi i shkruaj rrugës. Kur shkoj dikon? Ka dinamizëm, ka frëmarrje të kohës. Kurse njësit ejtesh është e çuditshme, sepse më ka ardhë, edhe është njëna prej poezive më duket ashtu. Ejtja, unë punoj në parlament edhe ejtja është ditë seansash. Unë, si shpirt pak rebel, nihem tepër në atë vend. Është vend që unë nuk du me kenë, po më duhet me punu, me marrë një rrogë. Atëherë, unë gjatë seansë plenare, gjithmonë kam një letër edhe një silolaps me vedi edhe shkruj. Se nuk du më ba pjesë e atyne debateve të bjerrona që nuk po në nxjarrin kur gja, në dritë, e unë kam dash që me majtë shpirtin të më të pastër edhe kam shkru. Tu ken aty, po nuk kam marrë pjesë me men aty. Edhe kam shkru. Noshta, dikush tjetër po e merr si pak çuditshëm, po kjo është gjendja jeme ditë ejte. Edhe ka shumë poezi, e ka shumë pjesë krijimtarisë teme që janë shkru bashkë ejteve.
Po pas ka qenë për mirë. Ndoshta unë e kam imponu trunin tem edhe gjendjen teme emocionale që mos mu ba pjesë e politikës edhe debateve shterpe. Kjo është. Rozaf, poezitë e këtij libri janë një dashuri. Vargjet janë një dashuri. Faleminderit. Unë njihem shumë mirë kur një lexues njihet mirë në vargjet im. Edhe unë tham që faleminderit. Sepse elementet që përbëjnë vargun, do të analizojmë edhe anën artistike e cila më feks në veçanti, por janë element shumë të prekshëm. Gjyshja, ardit e krasituna, pluhni i rrugicës, që ku vizatonim me shkop një bot shtremaluqe. Qylymi, kapakt e raftit me sy arash, tavanet që pikturojnë kode surreale në kohë shinash, e tjerë, flitora aritmetikës që u shndërru në ditar. Shumë anë të cilët prandaj janë dashuri. Prandaj do të thosha që ky libër përshkruhet nga kjo ndjesi. Dhe për ta ilustruar, ndoshta ka shumë, unë do të gjeja vetëm pak vargje. Jam një tjegull e shtëpisë papullaz, e rreke me ngjis, pazllin e stërlash si legjenda prej ka im atë në pagzoj. Janë disa element të cilët janë thjesht zakonshëm, ose im atë lun shah në borë, me shpresë se radioja ka me kënu një tjetër himn, e unë ka me nga zbath një fush pa kuadrate. E babi lute shah shumë. E unë thash, janë disa gjana që ne na fiksohen në atë memorien tonë. Edhe ndoshta ajo shahu është ajo loja ku heshtet shumë. Edhe e majnë mend babin tem që ka hesht shumë. Ndoshta shumë gjana ka dasht me protestu ose ka dasht me kenë nësh. Edhe unë majnë mend ato një majet e famshme me ato paradat me atë muzikën ashtu bam bam, hajlute shakreti qetë, edhe majnë mend që gjithmonë ato antenat tona ishin të lidhuna në mënyrë çuditshme, po tana këto të copza jetet, tu i hedhën poezi, ato krijojnë një gjendje të veçantë. Do të thonë, unë qysh se kam pasat njësin se bashkëmoshatarët e mi, kanë me gjetë vedin, ndoshta ti je në lexuesit e parat këtij librit, se unë sa e kam sjell prej Prishtinet, janë të interesuar lexuesit tuaj, patjetër që ta kenë në dorë këtë vlim me poezi të mrekullueshme, do ta quaja. Rozaf, përshtypja më bën jeta bio. Ti nuk ke komfort në poezi tuaja, nuk ke rahati, nuk ke shikim për te xhamit, nuk ke asnjë dritaren virtuale, e ke shumë periferike, do të thosha. Është pikrisht kjo prekje që të bën të ndjesh poezin tënde. Ndoshta këtë e kam vure që në vargjet e para, që në atë testamentin, apo kam mall për vendet që kur si pash, etj. Janë disa element të cilët e bajnë poezin të prekshme. Po nuk e preke jetën, po nuk udhtove, po nuk takove personazhe real. Po nuk bashkëbisedove me ta, me marrë pjesë në ato hallet e gëzimet e tyne. Për mu janë poet kalp këto që nuk i bajnë këto. Unë nuk mundem kur me shkru si është ajo dashuria, dhe unë jam të i pata pikat e xhamit prej mas xhamit. Për mu janë absurde këto gjendje, edhe unë gjithmonë kam dashur që poezia, ajo që shkruaj, ajo që fotografoj me kanë konkrete, me kanë e lidhun me përditën, me atë zhurmën, me vrullin, me pluhnin, me gërsitjet, me lotin, me gëzimin, etj. Do të thonë, mu një ta gjendje
Më krijoj një diçka, kur nuk e kam dasht një gjendje që unë po rri larg edhe masa është këto, kur. Në qoftë se unë nuk jam pjesë e kësaj të përditshmes, unë e një vedin të pavlerë. Detyra, në qoftë se po e quaj detyra jeme është që unë me përfaqësu këtë qytet. Se po e marr Shkodrën se unë ndoshta e kam thënë edhe herë tjetër, unë ça baj një diçka, unë Shkodër e bie dhe e promovoj. E promovoj një libër, një ekspozit, një galeri artit, domethënë, gjithçka unë e bi sepse në Shkodër bashkëqytetarët e mi e perceptojnë ose e njihin më mirë artin, janë më të sinqert karshi artit tem. Do të ndalem pikërisht te ky mendim sepse më bën shumë përshtypje. Megjithse ke vite që je martuar në Tiranë, tjerë ke jetën tënde aty, shtëpinë, shoqëninë, punën, prap duke i qëndruar edhe kësaj ideje që shprehet këtu. Po s'isha ja sillen si vërle. Vërlet janë ato të fëminisë që kena pas do kështu. E unë ashtu jam sillen, po prap kthehem te shtëpia e prindve të Shkodra. Megjithse diku tek mpret një stacion, ka një itinerar udhtimi. Në Kosovë më shumë, janë disa poezi me Kosovën, me Prishtinën, Gjilanin, ka edhe disa poezi, 2-3 poezi për Tiranën, por 2-3 poezi për Tiranën. Që zhvendosin. Po jo se kam 25 vjet që jam në Tiranë, edhe kur thu 2-3, për ima një që janë, pse nuk më nep Tirana. Nuk ka një qytet që më frymëson. Shkodra këtu. Pikërisht. Ndoshta po tregohemi pak lokaliste, po është jo, s'ka lidhje. Të tregohemi autentike. Unë kjo jam, nuk ka. Merita, ideja krijimtarisë është një diçka e shpirtit. Unë nuk jam pjesë e asnjë e grupit të caktuar politik o shoqënor a diçka e tillë. Unë jam Rozafa. Edhe unë kur flas, unë nuk kam korniza. Do me thënë, unë shkruaj, fotografoj, krijoj, pse unë nuk du me ken pjesë e kërkuj. Në qoftë se unë do t'isha pjesë e diçkajet, unë do t'kisha ata detyrimet e mia ose ata kufizimet e mia. Unë nuk du me ken kështu. Ndoshta në atë rrugtimin tem, të me zigzake, e të vështirë, e tjere, nuk e kam pas jetën shumë të lehtë. Unë kam mujtë më ba pjesë e dikuj dhe me ken ma komfort, si thot, ma rahat. Kam mujtë, se kisha pas një mbrojtje, nuk kam dasht ashtu. Unë i kam ba tana gjanat vetë, edhe krijimtarin kam qef me ken pjesë e jemja, me ken unë. A keni shkruar ndonjëherë në standard? Libri i parë, e Kohi Konash, e ka fillimin në standard. Po për çudi, ba me vure atë libër, proza poetike e fundit është në gegnisht. Unë e kam ba instinktivisht këtë punë. Po ajo pas ka ken ai fili, ky fili që profesoresh Diana e cilëson. Unë duket i kam thënë njerëzve që unë zinxhirin e kputur. Di me shkru në standard, po shpirti jem a gegnisht. E kam ba librin e parë të e ba prozën poetike të fundit gegnisht, edhe atëherë 3 libra tjerë janë gegnisht. Se unë vetëm kështu mundem me shkru. Tani do të ndalem pikërisht tek gjuha. Më ban shumë përshtypje. Gegnisht. Nuk është gegnisht gjithçka që mund të thuhet, për mendimin tim, gjithçka që mund të thuhet ta xajmë shkodranisht në zhargon e tjerë. Gegnishtja letrare është studiuese quajnë gjuhën vete. Po ne po themi që është një dialekt shumë i përpunuar, shumë letrar. E të shkruash në këtë standard në librin tuaj është një mjeshtri e veçantë. Si vjen pikërisht, sepse unë jam çudit duke lexuar fjalë në gegnisht, edhe
ndajat mendimin e padiskutueshëm që shkrimtarët, poetët janë ato që na mësojnë më së miri gjuhën, se si shkruhet, se si flitet, si përdoret, larg çdo shtrëmimi, larg çdo përdorimi të gabuar etj. Është mëkat me bë gabime ortografike ose me keq përdor gegnishten. Nuk është shkodranistja gegnisht, unë e kam thënë shpesh. Nuk është shkodranistja. Gegnishtja është e foluna shkumbin edhe përpjet. Tosknishtja është shkumbin e te poshte. Janë të ndame, gegnishtja është shumë e madhe. Këto janë dialekte të vogla e Shkodrës, e Lezhës, e Malcis të madhe e tjerë. Në qoftë se na vazhdojmë me folë me pjesë za qytetesh, na e marrim qafë letërsinë edhe gjuhën. Me gjithë se është ba marrëveshje e heshtun, do më thënë nuk është kërkun e shkrume, po, poet e Mirfield që shkruajnë gegnishten, kanë ba një marrëveshje të heshtun, që baza e kësaj gegnishte me kenë krimtaria e Martin Sams ose Anton Pashkut të Prishtinës. Do më thënë, ato na kena me e shkru një gegnishte që është unike për tanë. Jo, po unë shkruaj shkodranisht, nuk ka lidhje ti të marrë në qafë një lexues tanë, një brez tanë. Nuk ka se si. Na do të vendosim, bile unë shpesh kam bisedu me miqtë e mi që më mledh një grup krijuesish të gegnishtes, edhe me vendos disa rregulla. Po unë kam shumë vjet, do me thanë, ky libër vjen gati 4 vjet mas librit të Grizhlat. Do me thanë, unë nuk është se shkruaj shumë edhe e du, unë du cilësin, nuk du sasi, se as nuk ka vlerë sasia. Po unë merre me gjuhën, merre me fjalen. Unë përpara se me fillu me shkru, ato fjallërt e mi, që ato fletoret e matematikës që unë i kam përdor për ditar, unë kam vazhdu me përdor ato fletore me fjalë të ralla gege. Kam lexu Mjeden, kam lexu Fishten, kam lexu Koliqin, kam lexu secilit, unë kam fillu me marr fjalë që janë tu harru, janë tu bjerë prej përditës kaq të vrullshme që kena. E unë kam dash me mi prun letërsi, e i kam marrë. Nuk është as pak e thjesht, edhe ti shkruash në formën e tyre, në trajtën e rregull të tyre. Një libër don shumë punë. Nuk është pse unë dita me ba një rim edhe e bana një poezi, në asnjë mënyrë. Në qoftë se një poet nuk din që është apostrofi, nuk din ku vehet ëja, nuk din shenjat e pikëzimit, nuk din me dallu çën e tjerë, mos të shkruajnë se i ban dam të madh gjuhës e letërsisë edhe krejt brezit. Gegnishtja është melodi, është një gëlltitje që të futet në tanë qenjen, ka fonema, ka mrekullisht e bukur dhe amër. Janë me fat poet që shkruajnë gegnisht. Se dasht pa dasht, vetë gegnishtja janep atë harmonin, janep atë tingullin, edhe kur e lexon ty të duket si një këngë, si është jarja, ajo të ta jep vetë, se janë ato vetë e foluna, vetë hapja e zanoreve. Kena shumë kena shumë kena fonema pa fund që e bëjnë muzikale gjuhën. Unë jam shumë e rrept për sa i takon gjuhës. Nuk e la me kalu edhe nihem shumë keq kur dikush e ban një krijim e nxjerr aty edhe ai krijim ka qina gabime. Për mua është nuk e di, ndoshta kjo është tash edhe periudha ku po kalojmë, ku mungon kritika letrare o mungon një se kushdo e ban edhe mundet me botu një libër. Për mu kjo po e merr në qafë letërsinë. Se unë të thash parë sa njerëz kanë punu për librin tem. Edhe sa vjet ma dasht mu për i librit në libër me dal. Se unë du
që kur ta vesh në bibliotek librin tem, sillesh një poezi disa herë. Po, sidomos unë i sillem për me zëvendësu një ta fjalë që të thash. Se unë du, mund kem përdor për e qëru, se unë e shkruj, ku jam, në një kafe, një autobuza, jam krejt në gjendje të lirë kur shkruj. E mund me pakriju konceptin me fjalë të zakonshme. Unë i sillem për me zëvendësu këto fjalë të zakonshme me fjalë gege që mbajnë një pesh edhe një kombim zanit ose një perceptim për bashkëqytetarët që e qojnë në një kohë ku dojnë me kenë. Kjo është mjeshtria. Ashtë një punë, fakt. Unë vetëm se unë jam me fat që e kam këte pjesë, këte hobi ose këte talent, po e thonë, se jo tanë mundën, se mundën shme perceptu edhe... Po, unë kam punu shumë. Kam punu për ta formu. Kam punu shumë edhe nuk ka rasi që unë po thamë edhe nuk kam kur gja me njerëzit, mundën me shkru, mundën po ta lexojnë në për ambjente familjare ose dikun. Kur merr guximin për me botu, duhesh me kenë se zbani për sosun, ose i ban dam të madh letërsisë. Kjo jam mendimi jem. Rozaf, si që thatë edhe vetë, libri është një metaforë. Por në të gjenë figura të mrekullueshme letrare, gjenë shumë krahasimet godituna që çojnë pikrisht tek ai imazh, gjenë alegorin, gjenë shkëlqime figurash që të bëjnë me naj atë. Mos me... Ndoshta kjo është ajo që të vjen vetjut, apo... Unë i kam spontane. Unë muna me kenë në një autobus edhe kalojnë ato fushat me ka një koltuk aty që runë roja, ose ma ata dordolecat në përfush, ose një grill që përplaset, o një grill që përplaset në shtëpinë e vjetër e përplas era, o një lampadar në atë që tutun e hija ati krijon ato mirazhet që unë e kam dikon që në fëminim më kujtonin ato gogolat e prallave. Nuk e di, janë gjendje, o ndoshta unë jam kriju për me përjetu këta gjendje, por nuk e di, unë nije mirë. Edhe nga shumë anë, poezia juaj e këtij libri është një bashkim kohrash, aty ku nis çdo gjë në prehnin asaj shtëpie e që rrugton më pas. Por edhe një reflektim shpesh i jetës, pa përmend, pa ba asnjë moralizim. Unë kam qef me lexu një poezi, cilën e kam shumë për zemër, Metamorfozën. Po e di se ke përqesë me ke shkru. Vajzat i cakët qytetit tem shtektun pacak. Në kufit imagjinar të botës shtremaluqe vizatu me shkop mi pluhnin e rrugicë. Ikën. Tu i lanë mirazhin e përhanun të shtëpisë që përkunojnë prajshëm në rritëm degësht krasituna, që gjyshja u amlidh të lotin një tazinku me plasat në trume si flok shtrigash. Ikën. Pa pyet pse gjyshja i mlidh të ato lot. Ikën. Tu i ngry fletoret e vjershave të shnrume në ditare, e nisen me dasht prore, burrat që formonin ndryshe e gjumin e banin pa amra. Iken. Pa mujt me marë qarqafte që nisun të pajz, e jaret e paknume dasmave. Vajzat, i në cakët qytetit tem, shteltun pa cak. E tash, s'ka kushim ledhë ma lotët, e degdhet krasituna në bërë.
Si vjen e përditshmja. Se janë shumë vajza të brezit tem që iken. Ishte, thash, na jena brez që kena ik shumë. Edhe shumë kanë met pa ba ato dasmat, se në një shtëpi shkodrane dasma është... Përveç asaj, edhe një problem social i sot. Pikërisht. Është edhe shumë shtëpia kanë me të boshatisuna, e shumë rrite, se ajo premja e ardhjave, unë gjithmonë e majnë mend gjyshen që kur u krasitshin, ardhit lotoshin. Është ai loti, është metafor, është një diçka që loton ton shtëpia loton kur ikin njerëzit ton. Nuk e di, prandaj thash, është një rrugtim i secilit. Edhe rrugtimi e ka gjithmonë atë fillin që është kë lamshi që të shtiret për me shku dikun. Ai lamshi gjithmonë vjen e bat ma i vogël, ai filli gjithmonë ik. Po unë kam qef që ke ik, po prap më kthy, se janë kujtimet që e maj njeriu është qyteti, janë ata dritaret, dera, pragu që ka nevojë për ata hapa. Unë ndoshta jam shumë nostalgjike, o shumë thojnë edhe në Tiranë që jam, o Rozafti nuk e kënë rrugjuhen, o Rozafti vetëm Shkodrën. Po pse tham, a dasht me gjetë ma mirë këtu që unë me harru Shkodrën? Unë nuk kam gjetë ma mirë këtu. Shkodra i ka tana. Rozaf, pse e ke delegu, ose pse ke bashkëpunu me Prishtinën për këtë libër? Unë kam, qysh se kam fillu me shkru, gjithmonë janë disa qytete në Kosovë që kanë aktivitete për poezin, ose për prozën, gjithmonë ka. Edhe unë kam kënë pjesë e tyne, bile unë kam marrë shpesh shumë çmime atje. Shumë çmime në flakën e janarit në Gjilan, 2 herë çmime të para. Kam shumë marrë, më thonë, ato e pëlqejnë edhe e dojnë poezin, e sidomos pse është gegnisht. Edhe mendova, këtë herë ti jap një shans tjetër poezisë teme. Do të thonë, ta baj pjesë të Kosovës, ose anaj se ndoshta nuk e di, kam atë njësinë se ata e dojnë edhe ata përkushtohen ma shumë për ne. Mu këtu asnjëherë nuk kam pas asnjë shans nga Ministria Kulturës ose nga një institucion tjetër që mu marrë me krijimtarin teme. Kurse unë nuk e njoh fare botusin live, edhe ai kam lexuar, tha Rozaf, kush je ti, çmimet që ke marrë, edhe unë e marr përsipër me të botu librin tënd. Se je një krijuese që vlen. Imagjino tash se çfarë ndryshimit ka. Unë jetoj në këtë vend. Nap kontributin tem tash sa vjet, edhe këtu nuk kujtohet njëri. Kurse atje njëri i pa njofton vetëm se ka lexuar për mua, ai merr përsipër me mbotu librin. Unë nuk po du me thonë kur gjë ma shumë vetëm se unë njihem mirë tek njerëz që m'dojnë. Ndoshta sepse është ky stacion shpirti që e bën të ndjeshëm lexuesin, botuesin, cilësia, gjuha, figurat, temat, çdo gjë që përfshihen në librin tuaj të radhës. Në fakt, libri ka dalë në Kosovë, si është prit? Po, atje është shpërndarë në 3 libraritë e Kosovës. Tash i ka ardha dhe në Tiranë, pres me ardha dhe në Shkodër këto ditë, se si thash është krejt procedurë e shtëpisë botuese tashma. Unë jam kam shpëtu për këtyne andrallave mi që vetë në librarie me pa, jam tash shumë e qetë në këtë rast, se merret shtëpia botuese me shpërndamjen. Pres me ba një promovim në Prishtinë, që mi pas lexuesit përballë, e mi ju përgjigj. E para herë që e bin Shkodër edhe ju jeni që po merrni intervistë që po flas për këtë libër. Po, për shumë gjëra që kene para, kështu që unë të admiroj për këtë punë që bën. Kështu që unë po shoh, ishte ky vit i mrapsht e na pengoj se ishte më botu shumë më përpara, ndoshta qysh në marsin e vitit tjetër ky ka kenë pak a shumë gati, po
Unë edhe Dianin Kastrati që më ka shkruat mendim, aty unë e falenderoj se... Një vlerësim i është një vlerësim se unë në fakt kur e ka shkru, i kam thënë Dian, gjithë e tha, unë nuk shkruj tha kur gjatë, Profesoresh Diana... Unë Dianin e kam miket mirë, babat i kena pas miqt mirë, profesori, po unë me të vërtet më ka ba që me... unë me pas një qëndrim tjetër karshi poezisë teme, se unë shkruaj edhe jam spontane, e kam shkruaj edhe e la. Po tash kur dikush të thot atë fjalë, edhe kur më ven, se ai ka thënë Migjeni Koliçi edhe e kapi Rozo, se më lep një vazhdon Rozafa. Më ka dhënë se kjo e letërsi qytetëse, që me thënë drejtën nuk e kanë shkruar njerëzit. Sa është një diçka që shkruajnë për qytetin, nuk ka shkru. Kush ajo Diana e ka kap këtë element shumë të fuqishëm e unë e falenderoj, të më ka fut një përgjegjësi të re në fakt edhe unë e falenderoj, nuk di, inshallah e kam për ligjet. Është një vokacion i cili shprehet, siç e thash edhe në fillim të bisedës, herë me fjalën, herë me arte tjera, që ti tashmë i zotron në mënyrë të stërsigurt, apo jo. Besoj se ecën paralelisht në disa rrugë. Ashtu është. Dhe ushqejnë këtë rrugë njëra tjetrën. Është adrenalin merit, është një diçka që unë i baj pse këto hobi, po i quj të shkrumit edhe të fotografumit, ma kanë baj jetën më të bukur. Ashtë ma kanë mush jetën. Me shpirtin dhe pasionin. Ma kanë mush me ndjesi pozitive, shumë miq artista kanë hin jetën teme, për i kësaj u takoj, marrë mendime për tyne, i shkëmbejmë ato krijimtari tona, qoftë në poezi, qoftë në fotografi, e unë sa me fat jam, se imagjino, unë të kisha vazhdu ta një jetën teme me punu vetëm në një zyrë të ngurt edhe të redaktu gjana që nuk kanë për mu vlerë emocionale. E unë thamë, faleminderit që unë i kam këta hobi e me napin knajsi shpirtnore. Tash edhe një herë, kur vjen libri në Shkodër? Ka fol ti ta solla se ti po e di që e don se e veri edhe në falenderoj shumë, por edhe për dedikimin të falenderoj shumë. Është besoj një libër i veçantë në bibliotekën time. Shumë faleminderit. Unë të falenderoj. Shpresoj që botuesit ta vinë shpejt në Shkodër se i kam thënë, ky a qyteti jem, këtu ka moshit ky libër, jo në Tiranë, aq shumë se në Tiranë janë miq shkodran që mundën me ble, po unë shpesh e thojnë këtë pse shkruan gegnish se po e penalizon vedin, po unë nuk e mendoj kështu. Unë e mendoj se jam të i baner qytetit tem edhe bashkëqytetarëve të mi, e për mu kja shumë. Nuk e di, pres shumë që libri të pëlqehet nga njerëzit, edhe ta vejnë me knajsi në atë bibliotekën e tyne, e kur do që ta marrin, të lexojnë ndoshta edhe një varg, e thojnë bravo Rozafs që na solli këtë. Unë po marr vetëm një element, një pamje nga libri, diku tek më pret një stacion. Besoj se ka stacione të afërta. Për Rozafën? Unë jam në rrugë gjithmonë. E kam shumë qejf udhtimin edhe udhtimi mu mnep. E kam fjalën për poezinë. Unë tash jam në se s'po du me thonë që shqitar son zakonisht punoj kështu spontanisht, po e kam pothuaj gati një libër me prozë poetike. Janë njësit voglat të mia, janë krejt shkurta. Them që e do një përpunim edhe një laborator. Ajo, gjaja e parë është e marume, si thush lana kryesor. Qypi kryesor, ku gjyshja hedhte rrushin për me e ba ufull në vene në qaubate. Se unë i kam shumë i lidhi me kujtimet e fëminisë. Tham që ai do t'jetë libri i rrallës, me prozë poetike. Shumë mrekulli. Duke qëndru pikërisht në këtë oazë të mrekullueshëm të fjalës, të poezisë, të vargut, të ndjesive, të figurave të mrekullueshme që
natyrisht të bëjnë të përjeton shumë gjendje, njerëzore në radhë të parë, e pastaj të frymëzojnë. Frymëzojnë, sepse për ndryshe një vepër nuk do kish vlerë. Falenderoj shumë Rozaf. Ishte shumë kënaqësi që sot ishe në Mirëmëngjes Shkodër dhe me shpirt uroj gjithmonë të tilla nivele, të tilla standarde që veç ti ofron me artin tënd. Sot ishim tek arti i fjalës. Besoj se nuk do t'i lëm pas edhe ndjesitë tjera të shpirtit me fotografinë dhe pikturën, por besoj se ato do të bulojnë her pas here. Unë të falenderoj shumë. Këtu Radio Shkodra është e para që e mori në dorë librin edhe bani këtë takim poetik. Unë ju jam shumë mirënjohës, është një artist ka nevojë për të tilla promocione. Unë ju uroj të mirë aty. Falenderoj edhe në emër të atyre që na kanë ndjekur. Shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit.